Tregtarët e tregut Maqedonas në qytetin e Korçës kanë protestuar sot para bashkisë pas një vendimi që ju është komunikuar një ditë më parë për largimin e tendave ekzistuese në dyqanet e tyre dhe zvendësimin me tenda të reja, forma dhe ngjyra e të cilave është përcaktuar nga bashkia. Ky investim duhet të përballohet me të ardhurat e tregtarëve, ndaj dhe ata kanë protestuar duke u shprehur se në kushtet kur është bërë e vështirë për mbijetesën e bizneseve, kjo kosto e detyruar nga bashkia është e papërballueshme për ta, ndërsa askush nuk është konsultuar me tregtarët për këtë projekt të ri. Dje në erdhën policat bashkiak dhe në thanë që të heqim këto tenda dhe të vëmë të kuqe, të bukura. Si që duan këto, se kur neve lekët i presim me gërshet, atje. Edhe pastaj, jashtë do nxjerrim vetëm nga një kur nga 5 bluza të duket bukur. Ku është bukuria kur punoj? Neve me zori nxjerrim qirat, sigurimet, bashkinë duhet paguar. Na dhanë nga një proces verbal deri më datën 19, në qoftë se nuk vini, ka dalë urdhër nga bashkia, na thanë, qoftë se nuk vini këtë tendën e vogël, do ishni kukullat, do t'i ishni tendat, do gjeni arkitekt këtu, ta gjejmë ne, ta paguajmë dhe arkitektin, paguajmë çadrat, siç i bëjnë gjitha tenderat, le ta marrë atë le ta i bëj bashkia, se ne nuk kemi mundësi ta bëjmë. Para një muaji patëm një problem që do reklamojmë mall jashtë apo nuk do reklamojmë mall jashtë. U ankuam në lan, tani vjen një kërkesë tjetër që do bëhen tenda të reja, është projekt, po nuk do ta vendos fare tendën. Unë nuk jam dakord. S'më duhet tenda, atëherë do i futesh të gjithë brenda, futi të gjithë brenda. Si puna ime ka dhe shumë të tjerë që nuk i duan fare tendat. Pasi kanë pritur për më shumë se një orë që kryebashkiaku të dalë dhe të sqarohet me tregtarët, ata janë larguar, duke u shprehur se në këto kushte do të vijojnë të tregtojnë vetëm brenda dyqaneve, pa reklamuar mallin për jashtë, pasi e kanë të pamundur të paguajnë për tendat dhe vizionin e ri të bashkisë për tregun Maqedonas.